Në momentin që lindi djalja, e erdhi nga Greqia? Ja, Po familja jote erdhi? po. I kishe treguar ti për dhunën për këto, apo jo? Më kishim parë herë pas here, por si në fillimet babi më tha që e zgjodhe vetë jetesën tënde, mos hajde të trokasesh nesër të shtëpia ime të më thush që nuk mundem. Çfarë mendoje ndërkohë të bëje? Cila do të ishte një rrugdalje? Të ikja, thosha, diçka mund t'i ndodhi familjes time. S'tepesha mbrapa. Ti bëja diçka vetes, kisha një fëmijë të vogël. U ktheva te familja babit. Si e gjete gjuhën që të komunikosh me prindrit dhe gjuhën që të komunikoje me atë person që ti të ktheshe në shtëpi nga ty nga kishe ikur? Ai person më kërcënoi, më tha që do vi do të vras dhe do largohem dhe kështu do them që mbase e ka vrarë dikush tjetër që si ka dalë në takim. Dhe këtë frikë unë e kisha. Megjithatë, shkove në shtëpi. Marr babin telefon, i them babit, nëse më ndoni, hajde merrni. Nëse s'mdoni, nesër hajde më qani. Dhe babi që më përgjigjet, ku ka ngrëni pesti, se ishin 5 fëmijë, do haj 6. Dhe më vjen më merr. Ndërkohë, e pa ndonjëherë fëmijën zotëria që ishte në Greqi? Ja. Asnjëherë? Dhe sot e kësaj dite nuk e njeh. Sa vjeç është djali i madh? 17. Dhe në 17 vite nuk e ka parë asnjëherë. E ka kërkuar në moshën 12 vjeç në telefon. Po? Dhe djali e ka refuzuar, i ka thënë që kush je ti? I ka thënë që unë jam babai, ka thënë unë kam një babai që po më rrit, nuk të njoh. Dhe aty është këputen. Derisa të vim tek babai që e rrit, jemi ende në shtëpinë e prindërve të tu. Po. Bashkëtesa vazhdo. Kurioz jam, si sillej mami me ty? Nuk është se sillesh si në fillimet, por ishte kjo pjesa që mbase dhe nuk me një rrogë që punonte vetëm babi, varfëria ishte, 5 fëmijë ishim. Mbase ishte edhe kjo që s'po na zë buka bukën, s'po na del gjella. Për mua ishte një pesh. Manjola, a i ke ndjerë në një herë dashurin e vërtet të nënës që të thuash jo? Ja. Asnjëherë. Gjithmonë kam menduar që mbase s'do jem dhe fëmijët tyre. Po, vetëm e ty sillej kështu apo dhe me fëmijët e tjerë? Mbase unë jam larguar dhe nuk i kam parë të tjerët, pa në moment deri në moshën 19 vjeçe që kam qenë aty, nuk është se ka pas dhunë ndaj fëmijëve tjerë. Vendosi të shkosh në Itali. Vendos të iki në Itali për Si e more këtë vendim? gjithë këto, nga që në gjoja që buka s'po na del, gjella s'po na del, më dukesh si një pesh për mua, që isha veti dytë në shtëpinë e tyre. E more djalin? Ja. Thosha që të shpërngulem, shalla po më rregullohem, sistemohem, dhe kështu të marrë dhe djalin dhe mbasi aty vazhdon një jetë më e mirë bashkë me mua djalin. Gjatë gjithë kohës që kam ikur, që kam hipur në traget, kur shikoja gjithat e detë mbrapa, thosha, do arri një ditë që ta shoh akoma dhe një herë atë fëmijë. Më pret një shoqe atje, më ndihmon, bëja shërbim dhe një pleqëri. Pra, një kujdestare tek të moshuarit. Po. Edhe më mbaj në deri për vitri. Këtu ngelem pa punë, dhe si kisha folur me një zonjë, që në qovë se vete në komun, bën një deklarat që ti je dakord që fëmija të udhtoj me babin apo me mamin, mund ta kalosh me më shumë kollaj. Dhe kështu bëj. Shkoj, bëj këtë letër në komun që jam dakord që fëmija ime të udhtoj drejt Greqisë dhe tezja ime me babin tim. Si që dija që Greqia nga Italia nuk kanë dogan. Qartë, nuk kanë kufi dhe nuk do të kishte dhe kontrole. Edhe qove qunë në Greqi. Se nga Greqia e more në Itali. Po, vetëm për 24 orë. Mora djalin, dhe më ka ngelur në mendje, kur kemi ardhur ditën e parë në shtëpi, unë që për të bërë shefin, se dija do më thënë që nuk e kishim ngopur në herë barkun me bukë në Shqipëri. E marë, i vë çdo lloj fruti në tavolinë, çdo lloj ushqimi, dhe më thot,
Sepse kur kam ardhur në Itali, kam qenë shumë e dobët. Mbasi mora pesh. A prandaj që ke shëndoshur kështu, tha. Se ke ngrënë këto gjëra që Po sa vjeç ishte? 5 vjeç. 5 vjeç. Dhe sot e kësaj dite nuk e harroj këtë fjalë. Më duket sikur atit i ka munguar e ngrënë mja dhe unë pas kam ngrënë më përpara se ai. Dhe vazhdum bashkëtesën në një vend deri në nëntor. Aty vendosin shteti italian, mua nuk më njifte që jetoja me atë shtëpi. Njifesh një person tjetër që ishte me dokumenta që kisha marrë atë shtëpi. Po ti me dokumenta nuk ishe dokumenta, jo? Ja. Aty vendosin që kjo shtëpi duhet të mbyllet përfundimisht. Shkëputën gazin, dritat, ujin, gjitha. Ngele pa shtëpi. Ngela pa shtëpi, Me çunin. me djalin. Çfarë bëre? Kërkoja mendim nga ky zotëria që kisha komshi, Ky ishte shqiptar apo italian? shqiptar. Ah, Dhe i thosha që si mund ta bëj? Jo, unë ta kam thënë dhe më përpara. Mua më ka vdekur nusja. Kam 2 fëmijë të rritur. Në qoftë se vazhdon, në qoftë se do, pse jo? ai të ofroi që të jetoje me të. Vajte? Dhe situatën që kisha, që isha në mes 4 rrugëve, me një fëmijë 5 vjeç e gjys, vendosa të shkoj. Vendosi të bashkëtosh me një njeri që nuk e doje. Dhe më i madh se mua. U bashkove fillimisht në jetën tënde me një njeri që nuk e doje, linde një fëmijë. Tani shkove tek një njeri tjetër, që le të themi fillimisht nuk e doje. Ai kishte edhe 2 fëmijë të tjerë. Po. Dhe vendosi të jetosh me të. Po. Filloi një jetë e bukur, Brenda familjes dukesh e bukur. u dashurove me këtë zotëri në ndonjë moment apo jo? Nuk ishte një dashuri, familja s'ka qenë asnjëherë dakord për këtë Lidhje. marrëdhënien tonë, lidhjen tonë. Po pse? Si u fut fëmia im që është djalë i vogël, i thoshin djalit zotëris që tani është Ademi më i vogël i shtëpisë. Dhe Ademi do ta marrë shtëpinë tënde, se si e kanë shqiptarët që djali i vogël merr shtëpinë. Qartë. Ma Ademi nuk ishte djali i zotërisë. Morëm një shtëpi tjetër, u sistemuam. Jetë e lumtur. Mendova që një jetë e lumtur, më në fund. Pse thua mendova, nuk erdhi? Në moment që marr vesh në 2017, në prill, marr vesh jam shtatzana me djalin e dytë. Them që ishte një gëzim për mua. Edhe thash që mbase kjo do ta lidhi familjen tonë tani. Por kur filloja që ngjoja nga familjarët e zotërisë, ti thej që do ta marrë zonjën, po nuk bën martesë, nuk bën fëmijë, apo do ta bësh, domethënë ti bën këtej fëmijë, goca jote bën këtej. Se gocën e kishe të rritur. Dhe zotëria që nuk mund të përgjigjesh, edhe pse ishte më i madh i familjes. Si shkoi marrëdhënia me të? Shkoj. Mbasi linda djalin, u bëra me dokumenta dhe filloj punë në një azil pleqsh, si infermiera. Nga 2021 që kam filluar, deri në 2023, unë nuk e di se sa lek mirja, sa harxhoesha, Pse? sepse e mante zotëria bankomatin. Ah, Sepse në Shqipëri thot zotëria që e man burri kuletën, jo gruaja. dhe të gjithë para ti dorëzojnë në shtëpi. Po. Pra ti punojnë non-stop, por nuk shë një llogari. Jo. Nuk e di, dhe mund të më pyesnin që sa lek merr atje? E thosha nuk e di. Dhe të gjithë qeshnin me mua për këtë pjesë. Në 2023, në qershor, unë djalin e vogël, më fal, e kam me çrregullim me autizmi. Dhe shteti italian i ka dhënë 300 euro në muajt si pension. Dhe për këtë pjesë, si zotëria nuk punonte, punoja vetëm, Ah, nuk punon ti zotëria. mund të shkonte 2-3 ditë, pastaj thoshte më dhem këmba, më dhem kurrizi.
dhe më krahu. Pra të gjithë familjen e mbaj ti. Po. Dhe thash, me si unë nuk ja dal dot, se nuk është se marr milionat. Nuk ja dal dot që të edhe shkollën e djalit, sepse e kam çuar në një kolegj djalin atje, dhe ca murgesha, sepse atje ka dhe ndihmën Sigurisht. për këtë gjë që ka. Dhe them, si shteti i ka vendosur 300 euro, unë nuk paguja më shumë se 300 euro shkollën e djalit, mund t'ja lëm që t'ja heqin nga pensioni vetë shkolla. Dhe kështu vendosëm. Vendosa unë me mendjen time. Në qershor të 2023-shit, më vjen një letër nga shkolla, kur mbaron shkolla, që Manuel nuk mundet që të vazhdoj shkollën më në shtator. Pse? Sepse nuk isha paguajtur shkolla për një vit. Shkoj në shtëpi, i them zotris, zotria thot që ma i tërhoqa për të paguajtur këte, ma nuk e di se qa ishte këte, sepse nuk thoshte një diçka, për shumë, pagova një bilet, ma thoshte këte, ma si ka mundësi, thoshta. Është një vit, nuk është pak, është një vit. Janë 2650 euro për të paguajtur. Unë që detyrohem, marr një kredi, dhe nuk ishte para kredi që unë merja në Itali. Paguaj shkollën e djalit. Dhe flas me prindrit. Unë nuk mundem, i thash. Me prindrit e tu? Po. Ishte në familja ime, ishte në Itali. A, ishin spostuar, tashme këshin ardhur në Itali. Po. Po kur i the edhe për të dytin që unë s'mundem më të Në paragjykuar? fillim më thanë, do bësh mirë, sepse Që ta lësh. ta lësh, sepse unë kisha 50.000 euro borxh në bankët italiane. Merja për paguajtur borxhe tjera, që më linte zotria. Dhe kështu vendos. Thash, okej, do mundohem që të gjej lek, që ti në Shqipëri të hap divorcin, se nuk mundem. Vendosim që kjo bashkëjetesë të ndahet. Me mirë kuptim. Mendon të zotria për mirë kuptim. Unë e kisha vendosur që jo. Dhe kështu ndan. Kështu ndodh. Dyke... Fillove të jetosh vetëm? Vazhdoj të jetoj vetëm me fëmijët e mi. Një familje... Me të dy fëmijë. Po. Një familje që më dukesh, sigur kisha kapur qiellin me dorë. Që ishe Dhe vetëm? isha vetëm me dy fëmijët e mi, e lumtur, shkoja ku të doja me fëmijët e mi. Mund të shkosh atë haja një picë jashtë me fëmijët e mi, dhe nuk më thoshte dikush që jo, se s'na dalin lekët. Pra fillove të organizosh jetën tënde.